Përshëndetje dhe mirë se erdhe te kanali im. Nëse je i ri te kanali im, unë quhem Jona dhe dua të rikujtoj të shtypësh një subscribe, mund të bësh dhe like videos dhe të më ndjekësh për herë. Sot do bëj një video duke sistemuar të gjitha sirtaret ku mbaj gjërat e mia personale. Janë prish të gjitha make-upet e mia, le t'i sistemojmë sot, t'i hedhim ato që s'na duhen dhe të mbajmë ato që duhen. Se prej Kataleas do shtëpia komplet çelësa, dryna, çdo gjë tjetë e mundshme. Nëse sot jam lyer, siç e shikoni, jam lyer se kam bërë ca video për TikTok. Mos harroni të shkoni të më bëni follow në TikTok edhe like. Okej, le të vazhdojmë nga puna dhe të pastrojmë. Para se të fillojmë me pastrimin, le ta nisim videon e sotshme me një unboxing që më ka ardhur nga një brand që quhet Dossier. Më ka sill 7 parfume, edhe le t'i hapim. Do marrim këtë Fogger Oud Wood. Hello. Që është i inspiruar nga Tom Ford's Oud Wood. Dhe ju e dini që një Tom Ford kushton mbi 200 pound. Wow. Super aromë. Nuk do t'i shtyp, për shkak se po mendoj t'i shes, nga që unë kam parfume mjaftueshëm. Shojmë tjetrën, Aromatic Star Anise. Në fakt, këto vinë nga një letër kështu, dhe ky është i inspiruar nga Dior. Kjo aroma është nuk është aromë për mu. Kjo qenë ka e burrit, më duket. Prita shohim një. A është për burra? Se ka marrë një 2 për burra. Kjo qenë ka unisex, mund t'ja blini dhe burrit të dashurit. Parfumi i Tom Fordit, qenë ka unisex, Aromatic Star Anise, qenë ka vetëm për burra. Prandaj dhe nuk më përshtat si aromë. Amber in Mind është versioni i inspiruar nga Versace dhe është për femra, shpresoj të jetë pak mente. Vjen pak mente. Ndihet aroma e mentes. Fruity Jasmine, që është e inspiruar nga Dior J'adore. Le ta shohim ai për afërsoj. Unë jam fan se Dior J'adorit. Le ta shohim. Këtë dua ta hedh, se ndoshta e mbaj për vete. Wow! Nuk është në 100%, nuk mund t'ju gënjej që është 100%, po ja afrohet goxha shumë. Kemi këtë tjetrin që është Amberry Saffron, që është inspiruar nga Baccarat Rouge. Unë të them të drejtën, nuk e di se çfarë me ka Baccarat Rouge, se është mark arabe, kushton mbi 300 pound dhe nuk e kam marrë mundimin as ta hedh kur e kam parë në John Lewis. Kështu që ta shohim se çfarë arome ka i inspiruari. Kopja. U bëra kurioze, kështu që. Si fillim vi ka shumë e rëndë dhe pas ka shumë alkool brenda. No, është aromë shumë e rëndë. Dorës time nuk i përshtat. Duket shumë arome keqe në dorë time. Sepse parfumet shkojnë edhe me aromë, të themi drejtën, me aromë trupi. Mua nuk më përshtatet. Powdery Coconut, tani po shikoj website-in dhe qenë ka sold out, është nga Tom Ford Soleil Blanco. Të shohim një herë pse që ka sold out. Shumë sweet. Qenë ka aromë goxha ëmbël. Tani ta hedhën qik të dora, u bëra unë. 700 aroma, as dal do të marrë djalin. U ndaka si aromë luleje. Aromë e mirë që në ka, mund ta konsideroj ta mbaj dhe për vete. Por do i nxjerr në vintage, 100% do i nxjerr në vintage. Ose të bëj në giveaway. Më lini komente, doni që t'i shes? Apo të bëj giveaway. Të bëj giveaway, do bëj një video posaçërisht vetëm për giveaway,
Edhe do ju vë disa rregulla për giveaway. Tani, kjo është parfumi i fundit dhe quhet Floral Lavender. Tani, ky është parfumi YSL Livre. Unë e kam originalin e këtij parfumi, edhe për siguri do ta marr tani, do ta nuhas edhe do shikoj se sa i përshtatet këtij. Okej, ky është parfumi. Më shprish aroma. Okej, tani e di se çfarë arome ka kjo. Më duhet ta shoh dhe ta vërtetoj. Këto kanë shumë alkohol si parfume. Kjo është më shumë si lavandër. Prandaj kam vëllë emrin lavandër. Por gjithsesi, aty shkruan që është inspiruar, pra që nuk është formula e vërtet e këtij parfumi. O bëra lëmsh. Ky vjen si era lavandër. Kështu që nuk është fare si YSL. Kurse për aromat e tjera nuk ju them dot asgjë. Diori ju përshtat ke pak. Kjo nuk ju përshtat, them drejtën. Por ose mund t'i shes në Vinted, më lini koment poshtë. T'i shes apo ta bëj giveaway? Si i doni apo nuk i doni? Në fillim ju thash t'ua shes juve, po pse t'ua shes juve? Ku ju jeni gjithmonë duke më mbështetur mua, le t'ua jap juve, le t'ua dhuroj juve. Po jeni pak sa skandal është. Të gjitha këto kështu janë punë e Kataleas dhe këto këtu duhet t'i sistemojmë pak, më janë bërë shumë gjëra në fakt. Okej, le të vazhdojmë nga puna dhe të flasim më pak e të punojmë më shumë. Të vëm filmin e preferuar në sfond dhe të vazhdojmë punën se kështu bëhen punët edhe më shpejt. Shikojeni pak që skandali hodha, gjitha të gjëra në fakt, jo se doja, po ishin prishur dhe në kot t'i mbaja, të thënë shtyja ditë për ditë, vit për vit, sot e hanesër, por nuk isha përdor asnjëherë dhe më mirë t'i hedhësh se sa t'i mbash aty. Në fakt nuk i hodha, i nxorra aty poshtë tek hyrja dhe i marrin njerëzit që duan ose ndoshta nuk i marrin dhe i fusin në kosh. Tani po i hap t'i kontrollojnë çfarë gjendje janë produktet. Ndërkohë kisha një sy tek telefoni, një sy tek produktet, një sy tek leja. Pra 7 sy. Që kur jam bërë nën, ndjej se kam një super fuqi mbi natyrore, t'ju them drejtën. Tani le t'i fshim gjitha produktet që ishin bërë pisë, se Katalea më kishte derdhur një serum që e përdora për pozët dhe ishin bërë gjitha produktet zhull. Po e fshim dhe tani këtë pjesën këtu. U hoq shqyrzotit e gjitha dhe u bë dritë e bardhë. Ke lezet ta shikosh tani. Ke qef bësh make-up, vjen dhe keq ta bësh make-upin se thua, okay, janë gjërat e pastra, pse ti bëj pisë. Ato furçat i mora i kam futur në ujë me sapun edhe me pak vaj ulliri, i lan shumë mirë vaj ullirit, ua heq komplet make-upin dhe i bën shumë të pastra. Kalojmë te sirtari i dytë, e kam shumë të pastër në fakt të dytin, e kisha dhe të sistemuar, thjesht futa gjëra që ishin të shpërndara te kutit e veta. Te sirtari i dytë në fakt mbaj vetëm bizhute dhe syzet edhe kaq. I pari dhe i treti janë një kaos e vërtet për shkak se kam kapset, make-upet, e më the thash. Tani Katalea në përkëmbë si gjithmonë, domethënë, të nxjerrim këto gjëra, të pastrojmë, të shohim ç'na ka mbaruar, ç's'na ka mbaruar, ç'na duhet, ç's'na duhet, dhe u lirua goxha vend, t'ju them drejtën, mendoja se kisha gjitha ato gjëra, po nuk është se kisha gjitha ato gjëra, thjesht ishin bërë rrëmuj dhe nuk i kuptoja ku kisha serumet e flokëve, ku kisha të fytyrës e kështu me radhë. Tani që i ndava, edhe kremrat e trupit, edhe gjitha, i kam më të sistemuara dhe i di se ku i kam. Në fakt njëherë në 2-3 javë bëhet ky sistemimi kështu, se fëmijët e mi kërkojnë çokolata dhe i fusin duar gjithandej. Tani unë këtu kisha vënë sa çokolata djem, edhe kur erdha, komplet pakën e lindër, i gjeta qeset në përtok, kishin ngrënë këta dy, më leja mu këtu lart tek pasqyra që t'i kapi. Është bërë si Spiderman, duhet t'i kesh frikën. Tani pastrojmë gjitha gjërat, t'i ndajmë gjëra që do hedh te koshi dhe t'i ndajmë gjëra që do i lëm poshtë që t'i marrë dikush. Edhe Katalea që nëse të ndihmoj nxjerr punë. Ajo me vetëm po ndihmon. Ja, po lan dhe shefin. Nejse. Ne shpejt i çojmë gjërat e vendi, tutat e Kataleas ishin ato aty, ka hequr sa zuri vapa gocën se u lot, duke pastruar, duke ndihmuar mamin, se si t'ja bëte shtëpinë më rrëmuja. Në mes të punëve, zonjusha gjeti këtë manikyrin që kisha nxjerr për ta hedhur në kosh,
dhe më erdhi më tha që e donte, edhe ja lyva, thonë, një herë është e vogël, nuk do ketë më nevojë për mua. Këtë mendoj gjithmonë, sido që të bëjnë, domethënë, kur bëjnë gabime, kur kërkojnë diçka, them një herë janë të vegjël, jo çdo ditë janë të vegjël, jo për herë do kenë nevojë për mua dhe do rriten, s'do kenë nevojën time fare. Dhe do më mungojnë këto kohë në fakt, dhe këto muaj. Vajti ora 5:30 do nga filluar të bëj darkën, ndërkohë isha dhe live në TikTok. Darka goca, kam bërë një sallat me qiqra, domate, kastravec, edhe sallat jeshile, i kam hedhur pak djathë të bardhë, flaksit, faralini, si t'i doni juve. Jemi afër darkës dhe po mbyllim, domethënë, komplet ditën sot. Pasi pastrova komplet shtëpinë, po ha darkën dhe më pas do bëjmë stërvitje, do ju marr me vete tek stërvitja. Unë bëra ekstra dhe ushtrimet e barkut për shkak se mungova në seancën e parë, nga që bëra videot e YouTube-it, e u editova videot e TikTok-ut dhe s'më doli koha. Bëra 10 minuta kështu, kjo rrota ndihmon tek kurrizi, tek kofshat, tek krahët, tek barku, pra aktivizon të gjithë trupin. Goca, kjo është video për ditën e sotshme, thash ti merra me vete dhe për orën e stërvitjes. Tani unë nuk e regjistrova të gjithë stërvitjen, po pak disa pjesë vogla. Ju puth fort, mos harroni të ma shtypni subscribe-in, shkojni pak make-upin e kam bërë që në mëngjes, është prishur pak fare, po super. Natën. Bye bye.